Atëherë, Sofia Vergara ka deklaruar në një intervistë se nuk del fare me burra që kanë më pak lek se ajo. Pra që fitojnë më pak lek se ajo, ndryshe do ishte maks. Mire ka, sepse i bie që faturën të paguaj vetëm ajo. Qarë tham javën e kaluar? Dashuria falas me faturë? Jo, s'ka lidhje vetëm me dashurinë, kjo s'ka lidhje vetëm me faturën. Faturën mund ta paguaj ai, por ideja është ai prap duhet të ketë shumë më shumë se sa ajo. Pra ti nuk... E ka vendosur në një cak ajo sa më shumë duhet ketë për shumë? E ka vendosur, sepse le të themi vlera e Sofia Vergarës në treg, në mos gaboj është mbi $180 milion. $180 milion, nësë jam mirë, ku e di ajo që ata që kanë 250 milion janë macho? Ndoshta ajo kërkon duhet dy fishi, thotë, duhet dy fishi. Duhet më sipër sa ajo, pra tjetë nga 180 e sipër. Ndoshta kërkon do një inventar ajo, pra kur shkon në takim, duhet me ditë marrë në llogari bankare, të tregosh sa zero ke në brapa. Do me thënë, u prishe dhe barazia në dashuri tani, u bu pun xhepi. Jo, unë mendoj se është çështje standardi, që ti përshtatesh një standardi në tavolinë, ti natyrisht duhet kesh i çikëll që zemra se me Sofia Vergara nuk u le dot kushdo. Tani, ai që mund të ketë 5.000 lekë shke xhepi nuk u le dot tani. Jo, po ai që ka 5.000 lekë që mund ta ngrejë në ajër atë me dashurinë e tij. Me të në kuptimin e dashurisë. Me cilin kuptim e kisha ajerin ti? Me zemër, me... Shutritol nga brënda, da. Po, dëgjoj, ideja është edhe për njerëzit e thjesht, në qoftë se normalizojmë edhe shtrojmë në tavolinë. Me gjitha të jo, duke parë nga pikvështrimi e Erionit, jo gjithmonë lekët të dëshmojnë në një nivel kulturor. Konkretisht, do doje ti që vajza jote të dilte me dikë që do fitonte dhe do ishte... Do fitonte më pak se ajo? Ja ta them unë si e mendoj, për mua rëndësi ka të më doj vajzën ose djalin. E këton, po të do, e dashuron, nuk e doj që ta doj për lekët, po do ta doj për... Të lutem, Erion, në rastin e meshkujve, se në fakt është hipokrizi, në rastin e meshkujve keni dhe ju ato kërkesa dhe filtrat tuaj, thjesht nuk lidhen me zero në llogaritë bankare, po lidhen me përmasat të tjera. Po, e kuptoj, po, e përmasat... Nuk të pranon njëri fare në